Heshtja nuk është gjithmonë qetësi. Në shumë raste ajo bëhet streha, ku fshihet dhuna, frika dhe mungesa e reagimit. Pikërisht këtë të vërtet vuri në qendër drama Kur mungon fjala, e sjell në skenë nga studentët e Universitetit Eqerem Çobej në teatrin Zihni Sako të Gjirokastrës. Nëpërmjet historisë së verës, një e re përballet me dhunë dhe gjykim brenda familjes. Shfaqja solli për publiku një realitet që nuk është i largët. Në skenë u pasqyrua mënyra se si dhuna ushqehet nga heshtja, nga frika dhe nga pranimi i saj si pjesë e jetës së përditshme. Vepra u realizua me mbështetjen e Bashkisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me Universitetin Eqerem Çobej, në regjinë e Marsias Lilës. Interpretimi i studentëve e afroi edhe më shumë publikun me dramën, duke e kthyer shfaqjen në një thirrje për të mos heshtur përballë një plagje sociale që vijon të prek shumë familje. Mendoj që të flasësh pak dhe të thuash shumë është gjithmonë një karakteristike ime si individ dhe si aktor, si profesionist. Kjo shfaqje vjen në një periudhë kohore të cilën është një plagë shumë e madhe sociale, dhuna, nuk është vetëm tek femrat, por është kudo. Është tek fëmijët, është tek të gjithë, kudo që ndodhet, se po flasim më shumë për dhunën psikologjike se sa të fizike. Fizike është rezultat gjithmonë. Por gjërat nisin, siç thot Shakespeare, i tragjedit filloi nga loja. Dhe dashur pa dashur biem në kursin e njerëzve që intrigën e kanë mjet jetese, apo siç edhe shfaqja si personazhi i Blerimit që e karakterizonte këtë fenomen. Është një shfaqje që i flet të gjitha komunitetet e gjitha trebave shqipfolse, sepse Bler është edhe një fenomen global, por ndoshta ne në Shqipëri e kemi dhe çik dhe nuk është trajtuar si fenomen dhuna, dhe nëse nuk do arrim të zgjidhim dot komunikimin, mirëkuptimin me njëri tjetrin, besoj se nuk do arrim asnjë gjë, nuk do hedhim hap për asnjë objektiv apo qëllim që kemi në jetë. Qoftë atë që është më kryesorja, jetën që na i ka falur Zoti dhe është gjë më e shenjtë. Nuk kanë vlerë asgjë të tjerat janë gjithmonë derivate të jetesës. Pra, duhet të ndryshojmë mentalitet. Kjo mendoj se u përcjell te publiku apo ishte mesazhi më i fuqishëm. Duhet të ndryshojmë mentalitet në raport me njëri tjetrin, se jemi shumë pak për të qenë të ndarë si popull. Për organizatorët, teatri mbetet një hapësirë ku arti nuk shërben vetëm për të treguar histori, por edhe për të hapur diskutim mbi plagë të shoqërisë. E në këtë rast, studentët u bën zëj një mesazh që kërkon më shumë ndërgjegjësime, më shumë guxim për të folur. Kjo pjesë është vendosur në bashkëpunim me Universitetin e Gjirokastrës, ku studentët e universitetit janë bërë pjesë e kësaj shfaqje teatrale që ndonse ishte e shkurtër në përmbajtje, ka një mesazh tepër të fortë që është ai i dhunës në familje. Është pikërisht, unë kisha pjesën e rolin e nënës, në fakt që është një grua që e ka institucionalizuar dhunën dhe e ka pranuar atë si tepër të natyrshme, dhe në këtë linjë janë edhe të gjitha gratë e kësaj pjese. Dhe është pikërisht ky mesazhi që kërkon të përcjell pjesa, që ka një moment në jetë kur gruaja duhet të ngrejë zërin dhe t'i thot jo dhunës, t'i thot mjaft më, dhunës në familje nga babai, dhunës nga bashkëshorti, apo çfarë do lloji dhune tjetër. Në fakt është një fenomen social tepër i ndjeshëm në shoqërinë e sotme dhe i pranishëm, pavarësisht emancipimit të përgjithshëm që mund të ketë arritur familja. Sërish ne kemi shumë familje ku dhuna është tepër evidente dhe e dukshme, dhe ne kemi dashur nëpërmjet kësaj pjese që t'i ndërgjegjësojmë kryesisht të rinjt, por edhe qytetarët e thjesht, që dhuna është një fenomen që nuk duhet pranuar dhe nuk duhet naturalizuar, nuk duhet të jetë në asnjë mënyrë diçka që ta pranojmë si të mirëqen. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, për mua ishte hera e parë, nuk isha eksperienca të mëparshme, kishte pak angth, pak stres, po që puna ka qenë shumë e mirë, kemi punuar shumë për të arritur këtu ku ishim sot, edhe jam ndihmuar shumë si nga regjia, si dhe nga aktorët e tjerë, që më kanë ndihmuar që të futem në personazh, sepse e kisha shumë të vështirë në fillim, duke qenë se dhe herë e parë, eksperienca e parë, edhe jam shumë e kënaqur, mendoj se doli mirë, puna na ka shkuar shumë mirë, kemi kaluar shumë mirë gjatë periudhës së praktikës, së provave. Përtej skenës, shfaqja la mesazhin e qartë se dhuna nuk bëhet më e vogël nëse nuk flitet për të. Përkundrazi, heshtja është ajo që e mban gjallë atë.